këtë muze po doj me e inauguru në pranverë, periudha e përvjetorit të këtij eksodi që ka ndodhur mars-qershor 99. Për mu kriju ky muze është dashur me u siguru trolli ku ka mu vendos vagoni muze. Infrakosi, ndërmarrja publike ka vendosur që një pjesë të vogël të tokës para stacionit të trenave në Prishtinë, pikërisht toka që i ka majt ata refugjat, do t'jetë vendi që Infrakosi e dedikon për këtë muze. Intervistat u xhiruan me ekipin e produksionit Kallzo.comit të udhëhequr nga Fatrian Ibrahimi. Pra këta ishin disa prej qytetarëve vullnetar që kanë folë për iniciativën që kemi fillu për me kriju muzeun që dokumenton dëbimin dhe këtë muze po doj me e inauguru në pranverë, periudha e përvjetorit të këtij eksodi që ka ndodhur mars-qershor 99. Fillimisht, përveç regjistrimit të intervistave, për mu kriju ky muze është dashur me u siguru trolli ku ka mu vendos vagoni muze. Infrakosi, ndërmarrja publike ka vendosur që një pjesë të vogël të tokës para stacionit të trenave në Prishtinë, pikërisht toka që i ka majt ata refugjat, do t'jetë vendi që Infrakosi e dedikon për këtë muze. Nuk më ndodh çdo ditë që institucionet publike e kuptojnë peshën e një projekti kulturor, artistik dhe historik. Andaj, menoj që jemi të jetu me një kohë të ardhur në Kosovë, ku një ndërmarrje publike se Infrakosi ka vendosur me kontribu në krijimin e dokumentimit historik të përvojës së qytetarëve, duke e dhënë një pjesë të tokës së vet. Në anën tjetër, zhavorin që duhet me e shtru si temel për me vendos vagonin e ron disa ton, vullnetarisht e solli kompania private Limit Projekt, kompani ndërtimi e cila komplet si donacion e ofroi edhe materialin, edhe makineritë që nevojiteshin për me shtru këtë temel. Ashtu si në kohë lufte, kur bizneset mrena jashtë Kosovës kanë dhënë donacione për me majt Kosovën e viteve 90, kur i kanë pagu rrogat e mësuesave të sistemit paralel të edukimit që i kena pas në përshpia, kur kanë imu me pru armë, sot ndërmarrjet private prap po tregon zemërgjan me bo punë për interes publik, duke e ofru zhavorin apo temelin e këtij muzeu që po krijohet. Sa të folet për hekurudhën dhe për trenat e egzodit, emocionet janë gjithmonë të ngatruara. Natyrisht, vendosja këtyre themeleve ka qenë një privilegj i joni që të kontribuojmë këtë nismë madhështore, që të kontribuojmë të lënia trashëgimisë të brezat e ri që do vinë pas neve për ta kujtuar egzodin ku në mënyrë masive janë dëbuar popullata shqiptare, civil, fëmijë nga egzod që mesazhi jonë që mos përsëritet kurrë. Ky ka qenë vendi më adekuat, mendoj që i bjen në sy secilit vizitor, secilit banor të Republikës Kosovës që ta shef këtë vagon, ta shef këtë trashëgimi që do të bartet brez pas breze për me përkujtu atë vujtje, atë egzod popullatës tonë. Është e mirë mbajtur, këtu do të zhvillohet edhe përmendoj do të ndërtohet një stacion i ri. Mandena kena qasin e rrugës që për publikin gjithmonë kjo ka më rënë sy edhe ka me qenë një vend që gjithmonë edhe ai që se ka planifikuar ta vizitoj këtë muze, do të vijë dhe ta vizitoj gjithmonë. Do të qasja e ka bërë vetën që praktikisht me qenë në sytë publikut. Është më rëndësi me cek që secili punëtor që është involvuar në këtë projekt e ka bërë me një dëshirë të jashtëzakonshme. Nuk kanë hezituar asnjë, pavarësisht orarit, kohës, shtesë. Të gjithë kanë gjetë modalitetin se si ta jetësojnë këtë projekt. Natyrisht edhe shinat, edhe bartja tyre, aspekti logjistik, i qësës organizative, operative, të gjitha u shkryen nga personeli jonë në mënyrë vullnetare me një përkushtim të jashtëzakonshëm. Përderisa ndërmarrjet publike kanë kryer një pjesë të madhe të punës, është e qartë që ka vegla të cilat ata nuk i kanë. Edhe pse e kanë vullnetin, shpesh nuk i kanë mjetet, edhe nëse i kanë mjetet, ato kryesisht janë teknologji e stërvjetruar. Andaj për me i bart shinat prej lokacionit Infrakosit në Drenas deri në Prishtinë, është dash kamion specifik që mund të transportoj shina. Këtë transport e kanë kryer pa kurfar kompenzimi material, kompania private Migjeni, kompani që bën grumbullimin e metaleve edhe udhëhiqet prej Migjen Bucollit.
mashinat erdhën në dhjetor të vitit e kaluar dhe u vendosën këtu në arbëri të stacioni trenave. Koordinimin mes trinkosit që e ka sjell trenin edhe infrakosit që e ka siguru trollin e ka bo Ministria e Ekonomisë që i mbikëqyr këto dy ndërmarrje publike. Ne po e kujtojmë një pjesë të dhëmshme të historisë sonë, po jemi të e kremtu dhe demokracinë që e kemi tash. Se në këtë demokraci një organizatë shoqërisë civile po zhvillon një muze të domethënës. Qeveria po punon me përkushtim, me dokumentu krimet e luftës, po edhe ndërmarrjet publike të kurudhave, infrakosi, trenkosi, e madje edhe ndërmarrjet private, po kontribojnë me kapacitetet e veta për me e zhvillu këtë muze. Pa i dokumentu krimet e luftës, po pa e pas edhe një tregim të gjallë, si që jep muzeu, ne nuk mundemi me eduku brezateri e as opinionin ndërkombëtar mbi atë që ka ndodhur në të kalumen dhe mbi kohën që duhet me marrë e ardhmja. Ne jemi siguru që gjithçka të shkojë në përputhje me interesin publik dhe ligjet tona. Kemi lehtësu bashkëpunimin me ndërmarrjet, por gjithçka ka qenë një përpjekje e përbashkët, një përpjekje e integrume, pra ku secili ruan rolin e vet edhe e mishron atë frymën e demokracisë. E kalumja jonë është e kalume përbashkët, andaj na duhet me rujt edhe me e transmitu të brezat e ri bashkarisht në një bashkëpunim të vazhdueshëm si sot. Kuptohet, përveç qeverisë, dakordimi kryesor se cili është veni më i mirë për me vendos vagonin muze, ka ardhur në bashkëpunim me komunën e Prishtinës. Andaj në ditën që u planifikume u bo bartja e vagonit në themelin e dedikuar në mëngjesin e 17 janarit të shtundën e kaluar, prezent ishte kryetari i kryeqytetit përparim Rama. Rama ka insistu që vagonin me pozicionu në stacion të trenit, jo në lokacione tjera të propozuara nga ne. Dhe në fund, për të realizu këtë operacion logjistik, bartjen e vagonit në ajër dhe vendosin e tij në vendin e dedikum, është dasht koordinim edhe me dy institucione tjera, Policinë e Kosovës edhe KEDS-in. Këtu te stacioni në Arbëri ishte një shtyllë me plot deg telash që pengonte në bartje të vagonit në ajër. Andaj KEDS-i u siguru që për një periudhë të shkurt kohore do i çlidh telat e rrymës edhe pas vendosjes së vagonit në trollin e tij do të lidhen prap telat e rrymës.